Me rastin e ditës ndërkombëtare të gruas, nesër në Gjakov do të mbahet një tryezë tematike, ku do të diskutohet për rolin dhe kontributin e gruas shqiptare në Kosovë në proceset kyçe historike dhe kombëtare. Tryeza organizohet nga shoqata e intelektualëve Jakova dhe do të zhvillohet me temën "Ta bëjmë 8 marsin me mendim", jo vetëm me karafila. Sipas kryetarit të kësaj shoqate, Rushdi Sefa, qëllimi i organizimit është të vlerësohet dhe të diskutohet kontributi i grave shqiptare ndër vite në zhvillimet historike dhe shoqërore të vendit. Shoqata intelektualëve Jakova, ditën ndërkombëtare, 8 marsin, do ta shënon në mënyrë të veçantë ose më mirë të thënë ndryshe, prej asaj që jemi mësuar me pa, me ndëgju, pra me një tryezë tematike të titulluar "Ta bëjmë 8 marsin me mendim", jo vetëm me karafila. Në këtë tryezë, panelistët do të shpalosin vlerat e femnës tonë shqiptare në udhkryqjet e jetës, në ditët e rëndësishme për kthesa historike të këtij vendi. Dhe në aspekte të ndryshme, pra femnën si nanë dhe si shtyllë e familjes, femnën si element aktiv shoqëror, femnën si pjesëmarrëse të ushtrisë shërimtare të Kosovës, femnën si mësuese dhe misionin e shenjtë të mësueses e kështu me radhë. Kjo do të jetë ajo tryeza të cilën na nesër organizojmë dhe i ftoj të gjitha gratë, pse jo, edhe partnerët e tyre që të vinë dhe të ndëgjojnë për këto vlera nga folës me kompetencë dhe me autoritet. Përveç kumtesave të planifikuara, në këtë aktivitet do të performojë edhe kori i grave të Gjakovës, i cili do ta pasërojë programin artistik të kësaj tryeze.